imami I cili ka shpreh interesim për mësim besim, nuk ka mungu edhe interesimi I nxënësve, I prindve në veçanti. Vetëm se a ka që janë interesu, po ka shpreh interesim imami, ka pas nxënës. Nuk ka shpreh interesim imami edhe sa që një prej xhallarëve të vjetër, Allah pas mëshiru, thonte imami duhet të qëndrojë në xhami për mësim besimin, sikurse dyqanin kur e hap, duhet me hap mëngjes, pastaj vinë të tjerë mushterit vinë. Edhe këtu, nëse imami është në xhami, mushterit të interesu për fjalën e Allahut, mësimin e fjalës së Allahut, nuk mungon. Sa që unë edhe personalisht kom pas rast, nuk po flasme për gjeneratet e vjetra, por në detyrën e imamit, për 23 vite, kom pas nxënës në xhami edhe mas namazit sabajt, nxënës po e quj, por njerëz më shumë, moshave ndryshme, 40, 55 e kështu me radhë, që I ka shpreh interesim me mësu dhe ka lexu Kur'an apo I ka përsërit ato të cilet I ka ditë.